Gjykata penale në Shkup e ka pranuar kërkesën e prokurorit hetues për t'i dhënë 30 ditë paraburgim Bujar Dardhishtës, ish drejtor i drejtësisë së librave AM dhe zyrtar në elektrodistribucionin e Maqedonisë së Veriut. Së bashku me 7 të dyshuar të tjerë, Dardhishta është dërguar në burgun e Shutkës. Kjo vijoi pas një aksioni policor të realizuar të mërkurën mbrëma në Kumanov dhe Shkup, ku arrestua Dardhishta dhe disa persona të tjerë punonjës në elektrodistribucionin e Maqedonisë së Veriut. Sipas informacioneve fillestare, bëhet fjalë për, siç thuhet, goditje të një grupi të organizuar kriminal të dyshuar për vepra penale nga fusha e korrupsionit dhe kriminalitetit ekonomik. Nga Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit e konfirmojnë aksionin që u zhvillua në disa qytete në vend. Në drejtimin e një prokurori publik nga Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion, zyrtar policor nga Departamenti për shtypjen e krimit të organizuar dhe të rënd pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, po realizojnë aktivitete në disa lokacione në Shkup dhe Kumanov për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprave penale të natyrës financiare ekonomike. Më shumë detaje do të bëhen të ditura pas përfundimit të aktiviteteve në terren, njoftoi dje prokuroria.